Paditur do jetë. I paditur ai, i paditur kryeministri. Paditur s'është Erion Velia. Pra, ti kuptojmë këtë raporte me datën 31. Çdo gjë që flitet tani Qofse gjykata pastaj vendos që ka drejt Velia tërë dhe njerë. I bie që këta kanë konsumuar shkelje. Ka konsumuar, mbetet në fuqi vendimi i gjykatës kushtetuese. Është e thjeshtë kjo. Por mos harrojmë, nuk është fundi botës se gjykata kushtetuese rrezon një vendim, qoftë presidentit dhe një dekret presidentit dhe një vendim që nuk është fundi botës. Ka të tilla në praktikën shqiptare sa duash. Siç ka në Amerikë sot në këtë moment, që shumë dekrete të presidentit i ka rrezuar gjykata. Por nuk është fundi botës. Po çfarë tregon kjo? Tregon atë për cilën unë sot e ndjej veten sinqerisht të lumtur në Shqipëri. Që pushtetet e kryeministrit, pushteti i presidentit, sikur t'i bashkojmë të dyja së bashku, si pushtetet që janë bashkuar politikisht dhe po sundojnë në Shqipërinë, pas ka një instancë e cila i mban në kontroll dhe i rrezon. Kjo është që mekanizmi në Shqipëri funksionon dhe kështu duhet lexuar. Por ajo që thashu nuk kishte të bënte me një gjë të tillë. Kishte të bënte me atë, zotërim, datën 31 jepet vendimi. Tani ky del 10 ditë përpara dhe thotë ti duhet të largohesh se ke shkel kushtetutën. Po ti se di më zotni si do dal vendimi. Se nuk e dim as ne. Nuk e di as gjykata kushtetuese sot në këtë moment. Se po e di gjykata kushtetuese sot, nuk e bën fare, po e merr vendimin. Po çfarë bën? Në datën 31 i fton palët dhe secila nxjerr pretendimet e veta. Presidenti dal me këtë pretendim të shkruar, të thënë para kohe. Është gabim, për mua nuk është gabim. Është interpretim, është i shpejtë në planin politik. Por në qoftë se ne gotishim vëmendshëm për ta interpretuar në këtë formë, është normale që ai del në publik e thotë këto janë pretendimet e mia. Këto janë pretendimet e mia që do të lexoj. Kryeministri del me pretendimet e tija. Por kjo ka të bëjë me parë. E dyta. Dy punësimi. E dyta tani dy punësimi. Dy punësimi. Këtu fillon debati i madh. Ushtrimi i një funksioni publik thot. Privat. A jemi në kushtet e ushtrimit të një funksioni publik-privat? Pra, a jemi në këto kushte? O publik, o privat. Po jo, publik është i hapur. Publik, koncepti juridik është shtetëror. Po jo, publik nuk është thjesht vetëm shtetëror, publik është në ambient. Nuk është thjesht vetëm publiku shtetëror. Po e do aktivitet, ushtrimi i aktiviteti, po ta lexosh mënyrën si e ka artikuluar Bardhi, thot publik-privat, thot ai jo, prandaj po i qëndroj atë të tija. Ka një gjë, a jemi në kushtet e ushtrimit të një funksioni publik-privat? A jemi në këto kushte? Se nuk është e vërtet që Bajram Bega po ushtron një aktivitet publik-privat. Pra nuk është e vërtet që Bajram Bega vete në darkë në një spital dhe ushtron profesionin e doktorit dhe pastaj me rogë. Nuk është e vërtet që vete në fakultetin e Akademisë Ushtarake, që edhe mund të vej në pozicion e presidentit, por ai nuk është në këtë rast në pozicion e presidentit, po është të mësimdhënësit dhe ushtron. Nuk është e vërtet kjo gjë. Çfarë është e vërtet? E vërtet është që sipas atyre që po diskutohet tani, ekziston dhe një alternativë tjetër, ku puna është bërë përpara, ka pagesa të vonuara, të cilat këshilltarët e vet juridikë kanë thënë këto pagesa, përderisa janë prurje, ti duhet t'i deklarosh për të qenë në rregull me ligjin. Por jo se po ushtron në këtë moment pushtetin. Atëherë, pse e them një gjë të tillë? Përpara se cinizmi i Bardhit të thonte që ditën kryen rolin e presidentit, ndërsa natën të infermierit, dhe kjo shumë cinike, është e poshtër. Është e poshtër, që këtu fillon debati. Ai pavarësisht është Bega, kushdo që të jetë, është presidenti i Republikës Shqipërisë. Është numri 1 i shtetit shqiptar. Këta njerëz tentojnë ta bastardojnë shtetin. Kërkojnë që të prodhojnë imazhin e një shteti bananesh në Shqipëri. Dhe për këtë arsye prodhojnë këto simbolika, të cilat në një shtet ligjor nuk funksionojnë në këtë formë. Por del dhe thotë zotëri, ne kemi konstatuar këto shkelje ligjore. Këto shkelje ligjore ndeshin me kushtetutën, ne po e paraqisim çështjen në gjykatë kushtetuese pa interpretuar rolin e rëndomt të presidentit dhe zhvleftësimin e institucioneve shtetërore në Shqipëri, pavarësisht kush janë ato.
Roli presidentit është roli institucional, është kushtetues. Roli parlamentit është kushtetues. Roli kryeministrit është ky rol kushtetues. Dhe këta si individ kanë shkeljet e tyre që kalojnë në paraligjit, por kanë edhe solenitetin e institucionit. Dhe është e tushme dhe e pist kjo që ti të godashësh solemnitetin në mënyrë posaçme. Sepse ti Gazbardhi, përpara se të marrësh një letër ku ndërshmëria ose pandërshmëria e presidentit është që deklaron një të ardhur, duhet shohësh a jemi në kushtet e aktivitetit privat. Në qoftë se jemi në kushtet e aktivitetit privat, ti thuaj po, është vërtetuar përfundimisht që Barian Bega ka vajtur ka bërë këtë aktivitet. Mos harrojmë që ky Gazbardhi për 1 vit e gjysmë ngriti çështjen e vullnetësinës. Dhe ishte kaq e ulët si pretendim sa një parti e tërë merrej me blerjen e institucionit në dyqanet e vullnetësinës dhe për këtë arsye vullnetësina duhet hipte dorëheqjen. Ky person e ngrinte me madhështi këtë çështje dhe thonte ky person çështja kalon gjykatë kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese lexoi një gjë, që çdo dispozitë ligjore ka frymën, ka dhe gërmën. Por jo gjithmonë gërma interpretohet pa frymën. Sepse në fundit fryma është themeli, gërma është transmetimi i frymës. Ç'kë do të thotë? Arsye kryesore pse ligjvënësi ka vendosur këtë dispozitë që e pengon funksionarët shtetëror të merret në punë private, ka të bëjë me konflikt në interesave, ka të bëjë me shfrytëzimin e pushtetit, sepse ti ke një pushtet më të lartë, ka të bëjë me korrupsionin. Para mund të themi ne që edhe sikur ta zë në një moment që doktori, po i them tani doktori me që status ka në këtë marrëdhënie që bëjmë ne, ka vajtur ka punuar edhe si doktor atje, a kishte cënim interesash në këtë rast? A kishte korrupsion në këtë rast? Kur vjen puna tek çuni, sa trajtojnë dhe çunin, ajo është një çështje e cila meriton të investigohet. Nuk e di sa është e vërtet, nuk mund të flas asë edhe një gjë, por di vetëm një gjë, që këtu jemi realisht në kuadrin e një konflikti interesi që ndesh me frymën e ligjit. Mëtej tani kemi dhe një dispozit tjetër, që ka shumë interes dhe kjo, do flas avokati apo? Jo, avokati nuk rëllin do vetëm ta përmbledhin për efekt. Ka dhe një pikë të tretë, i cili thot ka ndërhyrë në gjykatën kushtetuese për vakancë dhe kjo e ka prishur ekuilibrin. Por mos harrojmë që dje në darkë, sot në mëngjes, po dje në darkë mos gabojmë, bazite, gjykata kushtetuese e ka pranuar kërkesën e presidentit. Dhe jo vetë ka pranuar, po ka shpallur vakancën dhe ka kërkuar zvendësimin. Si mund të thua që presidenti ka ndërhyrë kur gjykata kushtetuese e ka quajtur të mirëqen kërkesën e presidentit? Pra po ti shikosh gjithë ato kërkesa të shprehura me aq solemnitet në atë tribun, janë flusk për sa i përket realitetit. Në interpretim politik, ato janë gjë e madhe. Në artikulim mediatik të strukturave përgjithsisht janë struktura në krah të Berishës, po. Por kur vjen puna në analizën e ngjarjes, në analizën e thellë të fenomenit, e kupton që ato janë gabime trashanike për sa i përket interpretim ligjor dhe nuk e kanë të nesërmen të sigurt. Janë flusk sa puni. Okej. Shumë faleminderit, ishte në kënaqësi të bisedonim. Kënaqësia ime. Mirë, shkojmë publicitet, kthehemi pas pak.